Përshëndetje të nderuar miqtë e mi. Ja ku po ritakohemi sërish me mua Tirona Lilin, pikërisht këtu në kanalin Rrëfime Jete për të ndarë një rrëfim të dhimbshëm. Do të flasim për një nënë, do të flasim për një grua e cila ka shkruar rrëfimin për djalin e saj. Djalin e saj që tashmë nuk jeton. Amanetin që i biri i la, por nusja përzjodhi që të shkon të martohet me dikë tjetër dhe kjo nën nuk e takon dot nipin e saj. Rrëfimi është shumë i dhimbshëm dhe do doja që ta dëgjoni në mënyrë të detajuar, do me thënë ta dëgjoni krejtësisht rrëfimin që ta kuptoni se çfarë bëhet fjalë. Unë jam një nënë dhe kjo fjalë sot po më dhëmb më shumë se kurrë. Jam ajo nënë që dikur realisht kishte gjithçka. Dhe sot jetoj vetëm me kujtimet e mia. Me fotografi të zverdhura dhe me një amanet që më rëndon në kraharor çdo ditë të jetës time. Djali im ishte drita e shtëpisë. Ishte i qeshur, ishte i butë, ishte punëtor. Që i vogël më thoshte: "Nën, mos u lodh. Jam unë këtu." E rita me sakrifica, pa baba, pa mbështetje dhe pa lukse. Veç me zemër të pastër. Kur u martua, realisht si çdo nën, edhe unë, mendova se më në fund do pushoja pak shpirtin, do të ndryshonte jeta ime. Thash, Zoti ma shpërbleu mundin, djali im krijoi familje. Kur erdhi nipi im në jetë, zemra munda më dysh. Një pjesë ishte për djalin, e tjetra për atë foshnjë që më buzëqeshte, pa e ditur se jeta e vështirë po e priste. Por jeta realisht nuk pyet askënd. Djali im u sëmur, pa pritur, shumë shpejt. Dhe asnjë mjek mua nuk më dha shpresën që e doja. Për mua me patjetër që ishte një tmerr i papar. I thoja vetes, nëse Zoti ka plan për të marrë ti mbir, më mirë le të më merr mua. Dhe ai le të jetoj. Netët në spital ishin ferr. Unë i mbaja dorën edhe lutesha në heshtje. Ai më shikonte me atë shikimin që vetëm një fëmijë mund t'ia hedh nënës së vet. Një natë para se të mbyllte syt për gjithmonë, ma shtrëngoi dorën edhe më tha fort: "Nën, nëse unë nuk dal nga këtu, të kam amanet. Marit djalin." Ajo fjalë që ma tha i mbir, mua ma coptoi shpirtin. Nën, mos e lë vetëm, bëhu ti nana e ti. Unë qava, i thash se do jetonte. Realisht i gënjeva të dy, edhe atë, edhe veten time. Por ai iku. Djali im u nda nga kjo botë. Dhe bashkë me të u shua edhe një pjesë e imja e shpirtit. Në ditën e varimit unë nuk qaja me zë, sepse dhimbja ishte më e madhe se lotët realisht që i kisha në shpirt. Nusja ime, ajo që unë e quaja bija, qëndronte shumë larg nesh. E ftohtë, e mbyllur
dhe në asnjë mënyrë nuk më shikonte në sy. Unë vetëm nipin kërkoja. E mbaja fort nipin tim, sikur po mbaja djalin tim. Ditët kaluan e unë u përkushtova nipit tim si frymës time. E ushqeja, e risja, i flisja për babain e tij në çdo ditë. I thosha, babi yt ishte tri. Babi yt të donte jashtëzakonisht shumë. Babi yt do të ishte krenar për ty nëse do t'ishte gjallë. Por, realisht nusja filloi që të ndryshonte. Filloi të largohet. Filloi të fliste më pak. Të mos më pyeste më për asnjë gjë. Një ditë më tha, do të iki për pak kohë. Edhe unë i besova, por realisht ajo nuk u kthye më kurrë. Pas disa muajsh, mora vesh të vërtetën. Ajo ishte martuar përsëri. Ishte martuar pa më pyetur, pa më parë në sy, pa menduar për amanetin e djalit. I bëja telefon mikeshës time, nuk e hapte telefonin. Dhe atëherë erdhi goditja e fundit. Ma mori edhe nipin. Ma shkëputi nga krahërori, siç ja kishin shkëputur djalin tim jetës time. Unë ju lutam, i rash në gjunjë. I thash, ta kam rritur si sytë e ballit. Është gjaku i djalit tim, mos ma merr. Ajo u kthye dhe më tha, është fëmia im. Po, por ishte amaneti i djalit tim. Që nga ajo ditë shtëpia ime është bosh. Heshtja më flet, muret më dëgjojnë duke qarë. Çdo mëngjes zgjohem me shpresën se do dëgjoj zërin e nipit dhe çdo natë flet duke përqafuar jastëkun. E pyes veten apo e risin si çdonte babai i tij, apo ja tregojnë emrin e babait, a e di se kishte një gjyshe që do t'jepte jetën për të? Dhe unë jam një nën që humbi djalin, dhe një gjyshe që humbi nipin. Jetoj vetëm me një amanet të pambajtur, jo se nuk doja, por sepse nuk më lanë. Unë do t'i them nusës një gjë. Ma sill djalin dhe më lër ta çoj amanetin në fund.